Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Tema radhës në libri për shkrimi I xhenetit. Thot autori Allahu mëshiroftë, bashkimi apo shoqërimi pasardhësve të besimtarit me të në të njëjtën grad në xhenet, edhe pse ata nuk kanë vepruar të njëjtat vepra si ai. Pra, fëmijët do të shoqërojnë prindërit e tyre në xhenet. Fëmijët do të shoqërojnë prindërit e tyre në xhenet, edhe pse këta fëmijë nuk kanë vepruar aq vepra të mira sa ka vepruar prindi, I cili është në grad më të lartë se ta në xhenet. Dhe thot autori, Allahu I lartësuar ka thënë: "Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahin." Ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet me ata pasardhës të tyre, që I ndjekin në besim, dhe nuk do t'u pakësojmë asgjë nga shpërblimi për veprat e tyre. Çdo njeri është peng I veprave të veta. Për cilën nga Ibn Abbas dhe ky nga I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, se ky I fundit ka thënë: Allahu e ngre pasardhësin e besimtarit te ai në gradën e tij në xhennet. Allahu e ngre pasardhësin e besimtarit në gradën e tij, pra të babait, në xhenet, edhe nëse ata janë më të pakët në vepra. Kush ata? Pasardhësit. Kjo që ta kënaq atë babain. Më pas, profeti alayhi salatu sallam lexoi ajetin kuranor që përmendëm më parë, ku kuptimi shqip është: ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet me ata pasardhës të tyre që I ndjekin në besim. Dhe thot më pas autori, Allahu mëshiroft, tani vjen thelbi I çështjes, I temës, I kësaj teme: ekziston një mospajtim, pra ka një debat mes komentuesve të Kur'anit lidhur me kuptimin e fjalës pasardhës në këtë ajet. Cili është kuptimi me pasardhësit? A ka për qëllim fëmijët e vegjël, apo ka për qëllim të rriturit, apo të dy kategoritë, edhe të vegjëlit, edhe të rriturit? Dhe thot autori, për të arsye dietarët janë ndarë në 3 mendime, dhe mos pajtimi I tyre lidhet me mënyrën se si kuptohet fraza me besim. Thot Allahu subhanahu wa taala: ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet me ata pasardhës të tyre që I ndjekin në besim. Cili është kuptimi në besim? Ose kë përfshin në besim? Të pasuarit apo pasuesit? Dhe thot, a është ai besimi kusht për pasardhësit që ndjekin, apo për të parët, për besimtarët e ndjekur? Kështu përmend mendimet e dietarëve. Dhe thot, një grup dietarësh thot, kuptimi është që pasardhësit I kanë ndjekur të parët në besim, duke pasur një besim të ngjashëm me të tyrin. Prandaj ata I bashkohen prindërve të tyre në grad. Dhe thonë se këtë dëshmon edhe leximi në një tjetër mënyrë I ajetit: wa atba'athum dhurriyyatuhum. Dhe pasardhësit I pasuan ata me besim. Duke e bërë pasimin në besim të tyre, duke e bërë pasimin të veprim pra në besim të tyre, të pasardhësve. Dhe gjithashtu argumentohen se Allah e përdor fjalën pasardhës edhe për të rriturit. Fjala pasardhës në Kur'an vjen edhe për të rriturit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: wa min dhurriyyatihi Dauda wa Sulejman. Dhe nga pasardhësit e tij, pra të Ibrahimit, ishin Daudi dhe Sulejmani, dhe ata ishin të rritur. Dhe gjithashtu Allahu I lartësuar ka thënë: dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Pasardhës të atyre që I shpëtuam
me Nuhun. Dhe këto janë fjalë që i referohen të rriturve dhe njerëzve të arsyeshëm. Pra, thot ky grup dietarësh. Gjithashtu, në argumentet e tyre, thonë se për këtë tregon edhe transmetimi nga Ibn Abbas, se ka thënë, Allahu e ngre pasardhësin e besimtarit në gradën e tij, edhe nëse ata, pra pasardhësit, janë më të pakët në vepra, kjo për ta kënaqur atë. Dhe kjo është saktësohet si fjalë e Ibn Abbasit. Kjo tregon se ata kanë hyrë në xhenet për shkak të veprave të tyre. Kanë hyrë në xhenet këta pasardhës sepse kanë qenë besimtarë, kanë vepruar mirë. Por nuk kanë pasur vepra të mjaftueshme për të qenë në të njëjtën gradë të lartë të babait. Dhe për të arritur gradën e prindërve, andaj Allahu me mirësinë e tij i bashkon. Pse? Që të kënaqë prindin. Që ta kënaqë prindin, sepse realisht besimi, veprat e mira tek fëmia janë investimi prindit, i davës, orientimit, udhëzimit që i ka bërë prindi. Gjithashtu thonë, besimi është thënie, vepër dhe niyet. E ky kuptim aplikohet për të rriturit dhe jo për të vegjëlit. I vogli mund vit falet, mund të lexojë Kur'an, por nuk e ka besimin në atë koncept, në atë niyet, siç e ka i rrituri. Dhe ky kuptim aplikohet për të rriturit, dhe sipas asaj kuptimi është që Allahu i lartësuar i bashkon pasardhësit e besimtarëve me ata, nëse kanë besim të ngjashëm me të parët, sepse kjo është e vërteta e pasimit të besimit. Edhe nëse janë më të pakët në besim, Allahu i ngren ata në gradën e prindërve të tyre për të kënaqur prindërit. Ky thot është si rasti, thot që pale dietarëve, i grave të profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë në një grad me të, pra me profetin alaihi salatu wasalam, edhe pse nuk e kanë pasur besimin e tij, apo përkushtimin e tij, apo veprat e tij të mira. Dihet kjo gjë, sepse nuk ka si profeti alaihi salatu wasalam. Dërsa grupi tjetër i dietarëve thonë se pasardhës këtu ka kuptimin fëmijët e vegjël. Pra fëmijët që vdesin para se të arrijnë në moshën e pjekurisë dhe prindërit i kanë besimtar. Ky është, thonë, ky grupi i dietarëve. Dhe pra ata ishin fëmijë, por për shkak të besimit të prindërve u bashkangjitën në besim. Gjë që do të thotë se nëse do të ishin mosbesimtar, do t'i bashkangjiteshin prindërve në kufrin apo mosbesimin e tyre. Por përderisa ishin besimtar, atëherë kanë gjykimin e prindërve të tyre. Pra, pasardhësit e vegjël pasojnë besimin e prindërve të tyre edhe nëse janë ende të vegjël dhe nuk kanë arritur besimin plotësisht. Gjithashtu, këta dietarë thonë se fëmijët kanë të njëjtin status në lidhje me shpërblimet dhe dënimet. Pra, shpërblen prindërit, shpërblen dhe ta, sepse janë pasardhës të prindërve. Ndështrohen prindërit për shkak të kufrit, ndështrohen dhe ta sepse ndjekin prindërit në mosbesimin e tyre, kanë të gjykim. Dhe nëse fjala pasardhës do të nënkuptonte të rriturit, atëherë shihni, fëmijët e sahabëve do të ishin të gjithë në gradat e prindërve të tyre. Sahabëve. Dhe dihet që sahabët ishin më të mirë. Dhe nëse do të ishte kuptimi të rriturit, atëherë fëmijët e rritur të sahabëve do të ishin në të njëjtën grad me prindërit e tyre prej sahabëve. Fëmijët e rritur të tabiinëve do të ishin në të njëjtën grad me tabiinët. Dhe çdo do të vazhdonte deri në kiamet. Gjë që do të cilë të thonë ato, barazi ndërmjet të mëvonshmëve në breza me të parët. Pra do të ishte diçka që do të rrithte në të njëjtën mënyrë. Dhe gjithashtu thonë, Allahu i bëri pasues të prindërve në grad, ashtu siç i bëri në besim. Pra, pse i ngriti fëmijët në grada? Njëherë, siç i quajti, i gjykoi besimtar për shkak të besimit të prindërve, atëherë u jep të njëjtën grad që kanë prindërit e tyre.
E nëse kuptimi do të ishte të rriturit, atëherë do të vlerësoheshin apo ngritja e tyre në grada do të bazohej në veprat e tyre veçmas, të ndara nga prindërit. Gjithashtu, ndërsa pala tjetër e dietarëve thonë se kuptimi i drejtë është që kjo fjalë të interpretohet me të vegjëlit dhe të mëdhenjt, i përmban të dy kategoritë. Të parë thamë përfshin ka për qëllim të mëdhenj, të dytë thonë të vegjëlit. Pala e tretë bën bashkim. Të dy thonë i përmban ajeti kuranor. Sepse i madhi e pason babain me besimin e tij, pra besimin e vetes së tij, ndërsa pra i madhi e pason babain sepse pati besimin e njëjtë me babain. Kurse i vogli e pason babain sepse ky ishte besimi i babait, pra u gjykua babai besimtar, atëherë dhe i vogli që vdiq i vogël gjykohet besimtar sepse ndjek babain në gjykim. Ndërsa i rrituri është veçmas. Merret veçmas në llogari. Por përderisa ka të njëjtin besim me babait, atëherë i bashkangjitet. Thotë që palë e dietarëve. Dhe gjithashtu edhe në Kur'an e gjejmë një përdorim të tillë, fjalën pasardhës si për të mëdhenjt, ashtu dhe për të vegjëlit. Dhe thotë Allah, sjellën shembull kur Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa ayatan lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun." Një shenjë tjetër për ata është që para ardhësit e tyre ne i ngarkuam në anijen e mbushur plot. Fjala dhurrje këtu përdoret për para ardhësit. Pra, kush janë para ardhësit? Baballarët e etërit. Pra, ndërsa fjala iman përdoret si për imanin që njeriu e zgjedh me konsciencën, me ndërgjegjen e tij, por edhe për imanin e në kuptimin e pasimit, pra që e pason tjetrin në këtë besim, si është rasti i fëmijëve. Thotë Allah subhanahu wa taala: "Fatahriru raqabati mu'mina", të liroj një besimtar të robëruar, të liroj një besimtar të robëruar. Dhe thonë që palë dietarëve se këtu edhe nëse liron një fëmijë besimtar që është rob, e ka realizuar ajetin kuranor. Se këtu bëhet fjalë kur vret gabimisht një besimtar. Kur vritet gabimisht një besimtar apo kur vritet gabimisht një besimtar, po. Atëherë një nga format e shpagimit është lirimi i një sklavi. Lirimi i një sklavi. Po nëse është i vogël, pra e blen, e gjen rob, e blen dhe e liron për ta liruar, e blen për ta liruar. E ke realizuar jetin edhe pse është i vogël, sepse përmendet besimi, besimtar, dhe ai është besimtar. Dhe sjellin transmetime nga Said ibn Jubair dhe Tunda ibn Abbas se ka thënë: Allahu i ngren pasardhësit e besimtarit në gradën e tij edhe nëse janë më të ulët, më të pakët në vepër, me qëllim që t'i kënaqë ata. Dhe lexojmë pas ajetin kuranor dhe e përmendëm të transmetim më parë që saktësohet nga Ibn Abbas i fjalë e tij. Ndërsa Ibn Mas'ud ka thënë: dikush mund të ketë gradë të lartë në xhenet dhe pasardhësit e tij e shoqërojnë për t'u kënaqur ai. Pra e njëjta fjalë si ajo e Ibn Abbasit. Por çu edhe Ebu Mijles ka thënë: Allahu i bashkon me të ashtu siç donte ky njeri që ti kishte pasardhësit e tij bashkë në dynja të qëndroshin me të, njëjtë edhe Allahu ja jep me vete që të qëndrojnë bashkë me të në xhenet, edhe nëse është në gradë më të lartë i bashkangjit. Imam Shabi ka thënë: Allahu i fut në xhenet, i ngren pasardhësit për shkak të veprës së mirë të babait. Për shkak të veprës së mirë të babait. Ndërsa Ibrahim an-Nakhai ka thënë: do t'u jepen shpërblime si ato të baballarëve të tyre pa ju pakrosuar asgjë. Dhe thonë që palë dietarëve se për saktësinë e kësaj fjale ti mendimi pra dëshmojnë edhe dy mënyrat e leximit të ajetit kuranor: wa atba'atuhum dhurriyyatuhum, dhe pas tyre i ndoqën pasardhësit e tyre. Dhe kjo është për të rriturit thonë, ndërsa nëse lexojmë wa atba'nahum dhurriyyatuhum, ne do t'i bashkojmë me pasardhësit e tyre. Pra njëjti ajet lexohet në të dyja format. Dhe të dyja format janë të sakta.
Dhe kjo është për të vegjëlit, kjo e dyta, të cilët Allah i bashkangjit me baballarët e tyre në besim. Pra u jep gjykimin e besimit që patën baballarët e tyre, edhe pse ata mund të vdekur i muq, i afsh. Apo qoftë edhe 5 vjeç, 4 vjeç e më tej. Gjykohen musliman, besimtar, sepse të besim patën baballarët e tyre, pra i shoqërojnë, i bashkangjiten në gjykimin e besimit. Thotë Ibn Qayyim, jep mendimin e vet tani, pasi përmendi 3 mendimet e dietarëve. Veçimi i të vegjëlve është më i dutshëm. Pra, më tepër thotë, anon, sikur anon Ibn Qayyim rahimahullah, sikur shpreh që mendimi më i saktë është që ajeti ka për qëllim të vegjëlit. Në mënyrë që të mos kuptohet se apo të kërkohet detyrimisht barazimi i atyre që erdhën më vonë me ata që kanë qenë më parë në shkallët e shpërblimit apo gradimit. Sepse kjo do të jetë diçka e bitje diçka e përhershme, thotë Ibn Qayyim. Pra gjithmonë çdo fëmijë i ngrihet në grada, kur prindi është në grada, ngrihet me të, por kështu dhe të tjerë, deri në sikur bëhet diçka e detyrueshme, thotë. Një gjë e tillë thotë, nuk ndodh me të vegjël, sepse fëmijët e çdo njeriu janë në grad me të, dhe Allahu di më së miri. Allahu di më së miri. Kjo është tema. Pra, cili është kuptimi? Na sot autori se nga bukurit kënaqësitë e xhenetit është që prindi do t'i ketë fëmijët me vete. Pra, nëse prindi ka qenë besimtar më i mirë, për shembull profetët, fëmijët e tyre, ku do i kenë? Apo sahabët, fëmijët e tyre, apo tabiinët që janë brezat më të mirë, fëmijët e tyre. Disa dietarë thonë se i përfshin edhe të rriturit, fëmijët e rritur. Disa të tjerë thonë kuptimi është vetëm të vegjëlit. Disa të tjerë thonë që i përfshin të dy, dhe Allahu e di më së miri. Çështja tjetër është që sjell autori në librin e tij, xheneti do të flasë. Xheneti do të flasë. Dhe sjell hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, që është përmendur më parë, dhe sjell vetëm frazën që ta lidhi me temën, ihtajatil jannatu wan nar, diskutoi xheneti me xhehenemin. Pra pat një diskutim, një debat midis tyre, xheneti dhe xhehenemi. Dhe hadithi është i saktë, siç e kemi marrë edhe më parë. Gjë që tregon se nga cilësitë e xhenetit është që do të flasë. Si edhe argumentet e tjera, por që nuk saktësohen, prandaj nuk i lexojmë. Çështja tjetër që sjell autori thotë, kjo është e bukur. Hyriet thotë i kërkojnë burrat e tyre më shumë se sa i kërkojnë ato burrat e tyre. Pra hyriet do të kenë më shumë kërkesë, më shumë dëshirë për bashortët se vetë bashortët për hyriet. Se vetë besimtarët për hyriet. Kuptot? Dhe kjo lloj është një tjetër kënaqësi në xhenet. Pra që ti jesh një bashorte apo kesh hyrie të atilla që kanë cilësi të atilla që gjithmonë të dëshirojnë, gjithmonë kanë pasion për ty. Gjë që tregon dashurinë e tyre të madhe për ty. Dhe që e kënaq një burr. Kur ka gra të tilla, e kënaq. I jep kënaqësi. Kur sheh përkushtim të tillë, kur sheh dashuri të tilla, kënaq. Kjo gjë. Dhe si autori nga Muadh ibn Jabal se ka thënë se hyriet i thonë gruas në dynja, mos e lëndo bashortin tënd, sepse ai shpejt do të largohet nga ty për të ardhur tek ne. Mos e lëndo bashortin tënd, i thonë hyriet, pavarësisht se gruaja e dynjas nuk e dëgjon. Ato e thonë kur shohin lëndim. Mos e lëndo, sa e shijoni. Shpejt do të lërë ty, përjetësisht është me ne. Dhe thotë, përmend një histori të bukur, Ibn Abi Dunya në librin e tij Cilësitë e Xhenetit, transmeton nga Abu Sulejman ad-Darani, thotë se ka qenë një djalë i ri në Irak, që ishte adhurues i madh.
Një ditë doli u nis në udhëtim me një shokun e tij për në Mekë. U nis udhëtim për në Mekë me një shokun e tij. Dhe shoku i tij vuri re se kur ky kur ndaloshin për pushim, gjatë udhëtimit dieshin udhëtime natro me kafsh, nuk është si sot, hypen mjetit dhe aeroplanit dhe ndalon vetëm kur arrin. Ky ngrihej dhe falej. Kur shtroshin burgun, ky agjëronte, isha agjërues. Pra në udhëtim, nuk është e lehtë të bësh adhurime të tilla. Edhe kur u kthyen në njëjta gjë, dhe kur arritën në vendin ku secili do të shkonte në banesën e tij apo në drejtimin e tij, e pyeti, i tha, çfarë të shtyn ty që ti je kaq i përkushtuar, të bësh kaq adhurim? Falesh vazhdimisht natën, ditën, nafile bëhet fjala, ta gjërash vazhdimisht, edhe pse je në udhëtim. Pra çfarë, kush të ka frymëzuar? A ka ndonjë sebeb? Ai thot, unë kam parë, thot, një ëndër. Dhe në ëndër kam parë një kështjell prej kështjellave të xhenetit, e cila ndërtohej me një tull floriri dhe një tjetër argjendi. Një tull floriri, një tull argjendi. Dhe kur ajo plotësua dhe u mbarua, pashë që balkonet e saj ishin me gur të çmuar peridit. Dhe një balkon tjetër me margaritar, me perla. Pra balkoni i kësaj kështjelle, dhe kjo kështjellë tull argjendi, tull floriri, balkonet, një tjetër stoli. Dhe midis tyre balkoneve pash një hyrie nga hyriet e xhenetit me flokë të gjata të lëshuara, me një robe prej argjendi. Bëhet fjalë argjend xheneti, nga argjend dynjaje. Ndoshta argjendi i dynjas nuk përshtatet për robë, për të bërë robe. Por tu kemi tjetër gjë, jemi në xhenet, është tjetër gjë xheneti me dynja. Gjashmëria është vetëm në emër, por në realitet është tjetër gjë. Dhe ajo më tha, përpiqu sa më shumë të kënaqësh Allahun. Përpiqu sa më shumë që të kënaqësh Allahun. Dhe unë thot që nga ai moment vazhdimisht përpiqem të jem sa më i devotshëm, përpiqem të jem një adhurues sa më i madh për të fituar atë që pash. Pra ky pa kështjellën e mahnitshme, pa balkonet me margaritar, pa hyrien e xhenetit me florë të gjatë të lëshuar. Dhe kjo është bukuri të gruaja, në kjo lloj mënyre flokësh. Dhe e veshur me të veshjet mrekullueshme argjendi, pra si mund duket një femër e tillë, që është në kulmin e bukurisë dhe me një veshje të mrekullueshme. Akoma dhe më e hishme dhe më e bukur. Dhe i laj shumë për shtypje sa vazhdimisht adhuronte Allahun Azza wa Jall. Dhe thot, transmetuesi ndodhis, ky e bëri këtë gjë për një hyrie, për hyriet e xhenetit që pa. Atëherë si duhet të jetë përkupimi, angazhimi në adhurime i atij që kërkon një gjë akoma dhe më të madhe, cili është shikimi i fytyrës së Allahut. Shikimi i fytyrës së Allahut Azza wa Jall, prandaj edhe adhurimi do të jetë më i madh. Tema e radhës, therrja apo flijimi i vdekjes midis xhenetit dhe xhehenemit. Flijimi i vdekjes midis xhenetit dhe xhehenemit. Pra, vrasja përfundimisht dhe zhdutja përfundimisht e saj, duke kaluar në mos ekzistencë, zotet me vdekje. Dhe sjell ajetin kuranor ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Anzirhum yawma al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Paralajmëroj ata për ditën e pitollimit. Dita e gjykimit quhet dita e pitollimit, pse mosbesimtari, gjunafçari do të pitollohet. Çai bëra vetes time. Çfarë kam humbur. Kur do të japin llogari, ndonë se tani ata janë të shkujdesur dhe nuk besojnë. Pra është e pashmangshme, pavarësisht se ata nuk besojnë, apo hiqen sikur nuk din gjë, nuk duan të dëgjojnë, nuk duan të flitet për ditën e gjykimit,
dhe mendojnë se me të gjë do të jenë të arsyetuar apo do të jenë të shpëtuar, nuk u vlen. Dhe ata vetë ta kuptojnë që nuk u vlen. Dhe për cilët nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dhe hadithi është i saktë, muttafaqun alayh, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të sillet vdekja në formën e një dashi. Tani përshkruhet dashi këtu me një fjalë amlah. Disa dietarë japin kuptimin amlah i zi, por në kokën e tij dominon e bardha. Kurse të tjerë thonë dash me të bardhë të zezë, me ngjyrë të bardhë të zezë, kur dominon e bardha. Dhe do të vendoset vdekja në formën e dashit, e shndruar, e transformuar në formë dashit tash. Dhe Allah ka fuqi për gjithçka. Ai që e krijoi vdekjen, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata, thot Allahu në Kur'an, Allahu është ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën. Ai që e krijoi vdekjen nga mos ekzistenca, pra nuk ekzistonte më parë, e krijoi Allahu dhe e bëri cilësi të krijesave, ka fuqi që nga diçka që është fenomen, por jo i trupëzuar, ta transformojë në diçka të trupëzuar. Allahu ka fuqi për gjithçka, dhe do të vi më vonë kjo gjë. E vendos të vdekjen e transformuar në formën e dashit midis xhenetit dhe xhehenemit. Dhe thuhet, o banorët e xhenetit, a njihni këtë? Ata do të zgjasin qafat e tyre, do të hedhin veshtimin e tyre për ta parë, për kë bëhet fjalë. Dhe do thonë, po, ajo është vdekja. Dhe më pas do të thuhet, o banorët e zjarrit, a njihni këtë? Edhe banorët e zjarrit do të zgjasin qafat e tyre, do të hedhin vështrimet për të parë se për kë bëhet fjalë, dhe do thonë, po, e njohim është vdekja. Dhe më pas do të urdhërohet që të theret ky dash, që është vdekja, vetë vdekja. Theret, pra të zhdukret, të kalojë në mos ekzistencë. Dhe thuhet, o banorët e xhenetit, ju do të jeni përgjithmonë, nuk ka më vdekje për ju. O banorët e zjarrit, ju do të jeni përgjithmonë, pra do të jetoni përgjithmonë, dhe nuk ka më vdekje për ju. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam lexoi ajetin kuranor, wa andirhum yawma al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Pra lajmëroi ata për ditën e pitollimit, kur do të japin llogari, ndonse ata tani janë të shkujdesur dhe nuk besojnë. Gjithashtu thot autori, për cilët në dy sahihet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu pasi Allahu t'i fusi banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e zjarrit në zjarr, një thirrës do të thotë, o banorët e xhenetit, nuk ka më vdekje për ju, o banorët e zjarrit, nuk ka më vdekje për ju, se cili është i përjetshëm në atë që është. Ti thuhet kjo fjalë banorëve të xhenetit është gëzim i madh. Por ti thuhet kjo fjalë banorëve të zjarrit është dëshpërim i madh. Sepse ndoshta deri në ato momente mendojnë që do të vdesim dhe do shpëtojmë. Siç është njeriu i sëmurë në këtë dynja, i sëmurë, rënd. Dhe thot 3 ditë në dhe, që e përdorin si shprehje, 3 ditë në dhe, pra kërkon vdekjen shpejt që të shpëtojë nga dhimbjet, sikleti i sëmundjes. Dhe ai është në dynja. Po në xhehenem, brenda flakëve të zjarrit, Allahu na ruaj. Kur të thuhet, aty do të jesh përgjithmonë. Çfarë ndjesi është? Pitollim, dëshpërim, të merr. Po për banorët e xhenetit, që janë në kulmin e kënaqësive, mrekullive, kur i thuhet, aty do të jeni përgjithmonë, s'ka më vdekje për ju, pra asnjëherë nuk do të ndodhë që do të largoheni. Çfarë ndjesi u jep? Kënaqësi, lumturi. U ashton lumturinë, sepse të lumtur janë në atë vend që janë. Dhe thot gjithashtu autori, si një tjetër hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, kur banorët e xhenetit të hyjnë në xhenet dhe banorët e zjarrit të hyjnë në zjarr, do të sillet vdekja dhe do të vendoset midis xhenetit dhe zjarrit, do theret, dhe më pas një thirrës do të thot, o banorët e xhenetit,
nuk ka vdekje për ju, o banorët e zjarrit, nuk ka vdekje për ju. Dhe kjo gjë banorëve të xhenetit ushton lumturinë, ndërsa kjo gjë banorëve të zjarrit ushton dëshpërimin dhe mërzitjen. Gjithashtu përcjellet nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur banorët e xhenetit të hyjnë në xhenet dhe banorët e zjarrit të hyjnë në zjarr, do të cilët vdekja duke e tërhequr atë zvarr, duke e tërhequr. Vdekjen duke e tërhequr, dhe që të rënë fuqinë e Allahut mbi vdekjen. Allah rekomandon vdekjen. Vdekja nuk vepron vetë. Por kur i ndodh dikujt, Allah e urdhëroi që të ndodh. Kur i vjen dikujt, Allah e urdhëroi që të shkojë te dikush. Dhe jo, siç përpiqen ta interpretojnë filozofë të ndryshëm apo scenaristë nëpër filma, ta interpretojnë vdekjen sipas hamendësive të tyre e tjerë, larg dritës së shpalljes. Ja, vdekja është krijesa e Allahut, që nuk vepron pa lejen e Allahut, por i bindet plotësisht atij. Dhe një ditë ajo do të zhduket, dhe do të cilët ditën e gjykimit në formën e dashit duke të rrejë zvarr, gjë që tregon fuqinë e Allahut mbi vdekjen. Dhe do të vendoset në një mur ndarës midis xhenetit dhe xhehenemit, dhe do të thuhet, o banorët e xhenetit, dhe ata do të hedhin vështrimin për të parë, por dhe me frikë. Dhe do të thotë, o banorët e zjarrit, dhe ata do të hedhin vështrimin për të parë, duke shpresuar se do të ndodhë ndonjë ndërmjetësim për ta, që të dalin apo të lehtësohet dënimi. Shumë mendojnë. Dhe thuhet, dhe i thuhet banorëve të xhenetit dhe banorëve të zjarrit, a njihni këtë? Të gjithë ata do të thonë, të dy palët do të thonë, po e njohim, ajo është vdekja, të cilën Zoti ynë e ngarkonte, pra i jepte mision. Vdekja në këtë moment do të shtrihet, pra ky dash do të shtrihet siç shtrihet në momentin e therrjes, dhe do të therret mbi këtë mur, që është si ndarës ndërmjet xhenetit dhe xhenemit. Dhe do të thuhet, o banorët e xhenetit, për ju është përjetësia, nuk ka më vdekje, o banorët e zjarrit, për ju është përjetësia, nuk ka më vdekje. Dhe thot autori më pas, Allah më shërov diçka interesante, ne kemi përmbledhur fjalën e tij, thot, duke diskutuar konceptin e vdekjes, sepse ka prej grupeve të humbura të cilët thonë kuptimi me dash është figurativ, jo se do të ndodh realisht, jo se vdekja do të transformohet në një dash. Ka grupe të humbura. Por dhe autori hedh poshtë këto dhe nxjerr në pat vërtetën, dhe diskuton konceptin e vdekjes si një gjendje kalimtare e përkohshme dhe mënyrën se si Allahu transformon atë në një formë të perceptueshme, pra që e shohim tani. Ne nuk e shohim vdekjen, po e dim si fenomen që ekzistojmë, e përjetojmë. Ne si njerëz e përjetojmë vdekjen, por nuk e shohim. Ama në ditën e gjykimit do ta shohim për shkak të transformimit që do t'i bëjë Allahu subhanahu wa taala këtij fenomeni, kësaj krijese. Dhe thërson autori se Allahu i lartësuar është i aftë, i mundshëm, i plotfuqishëm të krijojë nga cilësitë, pra si vdekja, nga këto gjendje të tilla, forma të dukshme, dash. E bën të dukshme vdekjen. Dhe një gjë e tillë nuk është e veçantë vetëm për vdekjen, pra që transformohet në një diçka të prekshme, të dukshme, por vjen në hadithe që përshkruajnë edhe veprat e mira, apo të këqija që marrin forma të dukshme, dhe të perceptueshme. Për shembull, në ditën e gjykimit transmetohet në hadithe të sakta se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se surja Al-Baqara dhe surja Ali Imran do të vinë në ditën e gjykimit si dy re që mbulojnë besimtarin. Si dy re që janë mbi kokën e besimtarit, dhe ata do të dëshmojnë për të. Dhe qëllimi këtu është leximi i besimtarit i tyre dy sureve, pra kjo. Atëherë Allah subhanahu wa taala do t'i trupëzoj, do t'i transformoj në diçka të perceptueshme në formën e reve, që do ta mbulojnë besimtarin, pra do të jenë mbi kokrat e tij, por edhe do të flasin, do të dëshmojnë për të, që na ka lexuar e tjerë.
Dhe thot autori, Allah më shërov, dhe ky është leximi që e krijon Allahu pranë të autori i referohet transformimit të leximit të këtyre dy sureve, që është vepra jonë në format e dukshme në ahiret, dhe kjo gjë thekson fuqinë e Allahut për të krijuar dhe transformuar çdo gjë sipas dëshirës së Tij. Por diçka e tillë vjen në hadithe të sakta edhe për veprën e mirë apo të keqe në varr. Kur një besimtari të hyjë në varr, do t'i vijë dikush në një pamje të bukur, me një pamje që e dëshiron, pra nuk hutohesh, nuk ka ndjesinë e panikut kur e sheh, por ndjen qetësi kur e sheh, kënaqësi, rehati. Dhe i thot, kush je ti që po vjen në varrin tim? I thot, janë vepra jote e mirë. Ndërsa të keqit, kur i vjen vepra e keqe në varr, i vjen në pamjen e dikujt, në pamje të shëmtuar, me herë të keqe, që ty ndjen neveri dhe nuk e dëshiron as pak. Dhe i thot, kush je ti? I thot, janë vepra jote e keqe dhe qëndron me të në varr, pra duke i shtuar dënim. Pra Allah subhanahu wa taala veprat të parit të mirat, të dytit të keqet, i transformon në diçka të perceptueshme, në diçka konkrete, të prekshme, të dukshme. Dhe kjo është fuqia absolute e pakufishme e Allahut subhanahu wa taala. Dhe si autori më pas çështjet e tjera. Tema e fundit për sot, e para fundit, janë dy tema shumë të shkurtra. Heqja e adhurimeve në xhenet, pra që në xhenet nuk do të jetë adhurime përveç dhikrit, që do të jetë një adhurim i përjetshëm si vetë xheneti. Për cilët thot në Sahihun e Imam Muslimit, nga Xhabir bin Abdullah, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, banorët e xhenetit do të hajnë dhe do të pinë në të, dhe nuk do të kenë sekrecione hundësh, nuk do të kenë, as nuk do të kenë jashitje, të hollë dhe të trash, por ushqimin e tyre do ta nxjerrin me anë të gromsinës, gromsin njeriu, dhe me anë të djersës që ka aromën e miskut. Pra, kjo lëndë që del, nuk është as pak e neveritshme siç është në dynja, e vështirë. Jo, në xhenet është tjetër gjë. Sepse xheneti është vendi i bukurive, nuk ka në xhenet diçka që është e pahishme, e pisët, e rëndë. Ja, çdo gjë është në kulmin e bukurisë. Sepse është vendi i shpërblimit, kënaqësisë së përjetshme. Dhe në xhenet në asnjë moment nuk do të ndjesh pa kënaqësi, por gjithmonë do të jesh i kënaqur. Dhe do të frymëzohen, thot, me tesbih, me fjalën subhanallah, dhe me fjalën elhamd, pra elhamdulillah, ashtu siç e kanë të lehtë frymëmarrjen. Pra nëse këtu bën 100, 1000, 2000 herë tesbih, thua subhanallah apo elhamdulillah dhe lodhesh, në xhenet do ta kesh aq të thjesht sa të thjesht frymëmarrjen. Lodhesh duke marrë frymë në dynja? Ja, as në xhenet. I njëjtë do të jetë edhe ky dhikr në xhenet. Për kujtimet që do të bëjnë banorët e xhenetit me njëri tjetrin për çështjet në dynja. Pra banorët e xhenetit do të takojnë njëri tjetrin dhe do përkujtojnë çështje që u kanë ndodhur në dynja. Do t'i kujtojnë. Dhe thot autori, përmend ajetin kuranor kur Allah subhanahu wa taala thot, fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qala qailun minhum inni kana li qarin. Ata do të afrohen njëri tjetrit e do të bisedojnë dhe njëri prej tyre do të thotë, un kam pasur një shok. Pra do të afrohen njëri tjetrit, do të afrohen, do të takohen dhe do të bisedojnë, do të kujtojnë. Dhe njëri prej tyre do të thotë, un kam pasur një shok. Nuk po e shoh, ku është? Dhe do të vazhdojnë ajetet. Dhe fjala tjetër Allahu subhanahu wa taala, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alayna wa waqana 'adhab as-samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Ata do të afrohen
duke biseduar me njëri tjetrin e duke thënë, më parë ne kemi pasur frikë në familjet tona nga gjykimi i Allahut, por Allahu na ka dhuruar mëshirë dhe na ka ruajtur nga era përcëlluese. Ne e lusnim, e adhuronim atë më parë dhe ai është mëshirbërësi, begatuesi, dhuruesi i madh. Dhe thot më pas autori, ky lloj përkujtimi, këto lloj bisedash për çështjet e dynjas që kanë qenë në dynja, që do të bëjnë banorët e xhenetit, është për ato çështje që kanë bëjnë me diturinë dhe ata që ishin mos pajtim midis tyre. Dhe t'i kujtojnë, filan ti mendohet shumë, po tani që e mëson vërtetën e tjerë. Dhe rreth kuptimit të Kur'anit, të Sunetit, haditheve të sakta. Pra, dikush të saktësonte hadithin, dikush të saktësonte, do diskutojnë. Tani që e njohin të vërtetën, do ta diskutojnë. Sepse, thot autori, bisedat e tilla janë kënaqësi në dynja. Atëherë, kjo kënaqësi do t'i shoqërojë të diturit edhe në xhenet. Kjo kënaqësi do t'i shoqërojë të diturit edhe në xhenet. Dhe kjo thot si një dallim, apo një përveçim me këtë kënaqësi i të diturve ndaj atyre besimtarëve që nuk kishin dijen e tyre në xhenet. Pra këto janë temat për sot. Inshallah mësimin e ardhshëm e përfundojmë si libër, sepse vetëm 2 tema kanë mbetur, prandaj u zgjatëm pak sot. Elusim Allahun subhanahu wa taala na lehtësoj neve hyrjen në xhennet, na mundsoj përjetimin e kënaqësive të tij, na ruaj nga zjarri i xhenemit dhe çdo fjalë dhe vepër që na afron drejt tij. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.